Skuadra PES ka fituar edhe derbin e tretë me radhë. Pas triumfit ndaj Sigal Prishtinës dhe Trepçes në Palestrën Karagaçi, PEA mposhti bindshëm edhe ekipin e Sikos Bashkimit me rezultat 87-67. Kështu, pas 4 xhirove të këtij edicioni në BKT Superligën e Kosovës, PEA është skuadra vetme që nuk di për humbje dhe i prin klasifikimit me pikë të plota. Në anën tjetër, për Bashkimin, kjo është humbja e parë në këtë edicion pas 3 fitoreve me radhë. Po mendoj që ka qenë një lojë e mirë, edhe Bashkimi edhe PEA kanë tregu që janë ekipe cilësore, 4 shi mallë gjithmonë basketbollin e Kosovës, janë ekipet e cilat pretendojnë edhe në kupë edhe në titull. Mendoj që sonte kemi luajtur më mirë dhe e kemi merituar fitore. Basketbollistët e PES dominuan gjatë tërë ndeshjes, kurse çështjes së fituesit i dhanë fund pas çerekut të dytë, kur shkuan në pushim me një përsi prej 31 pikave. Mendoj që asaj që kemi friksuar më shumë domethënë që ta ruajmë rezultatin 10-15 minuta të para ajo na ndodhi. Domethënë PEA ka treguar që domethënë me ngulm sulmon fillim. Nuk arritëm domethënë pikat tona që i patëm për të ndalur. Normalisht tre lojtar kyç, Dardani, Samiri, Shima ishin pandalshëm në disa çaste. Ju uroj fat. Për sot domethënë kemi qenë gjitha elementet më dobët se ata. Të përzgjedhurit e Rudolf Jugo që nga fillimi i ndeshjes diktuan tempon e lojës dhe fal shënimeve të Shaptaovićit, Berishës e posaçërisht të Gerti Shimës. Këtë 10 minutësh e përmbyllën e të mirët e tyre me rezultat 23-10. Edhe në periudhën e dytë ishin basketbollistët e PES, ata të cilët e diktonin tempon e lojës, ku në këtë periudhë peanët ishin tetë efikas në tentimet e tyre jashtë 6-75, e sidomos në finish të pjesës së parë, kur fal 3 pikëshave me radhë të Shimës, Berishës dhe Radonit, verdhëzinjet shkuan në pushim me përsi prej 31 pikësh, që ishte sinjal i qartë që portokallinët e Prizrenit nuk kishin çfarë të kërkonin në Karagaç. Të kënaqur me përsi në thellë të krijuar nga pjesa e parë, në vazhdim skuadra Rudolf Jugos e ngadalsoi tempon e lojës. Çereku i tretë i ndeshjes ishte periudha me më së pakti shënime, pasi ky 10 minutësh përfundoi me rezultat 12-13 në të mirë të Bashkimit, por e përsia thellë e peanëve asnjëherë nuk erdhi në pikpyetje. Periudha e 4 filloi me përjashtimin e trajnerit sloven të Bashkimit Muharrem Vugdallić, i cili reagoi ashpër në një vendim të referit, me çrast u përjashtua nga ndeshja, e që është hera e parë për një trajner në 2 vitet e fundit. Fillimisht Vugdallić u ndërshkua me gabim teknik nga gjyqtari Xhelal Mumini, e më pas për shkak të sjelljeve jo sportive edhe u përjashtua nga kryesori Mehdi Gashi. Ishte ky fillimi i fundit për skuadrën prizrenase, ku edhe tifozët PEA filluan ta festojnë triumfin ndaj Bashkimit. E 4 minuta para përfundimit, kjo fest u teprua nga disa individ të pandërgjeshëm, të cilët pasi ndezën mjete piroteknike, të njëjtat i hudhën në parket. Me çrast, treshja gjyqtare fillimisht e ndërpreu takimin e më pas mori vendim që të zbrazej në tërësi palestra. Nga palestra u largua në fillim tifozët e Bashkimit, e më pas edhe vendasit. Në minutat e mbetur ishte një pamje zymt, ku dhe vetë basketbollistët e të dyja paleve mezi pritnin përfundimin e ndeshjes. Rezultati final: PEA Sikos Bashkimit 87-67. Dardan Berisha përsëri ka qenë ndër më të mirët e ekipit PEA, duke shënuar 22 pikë. Mirë, por kjo është hera e parë që nuk ka arritur të jetë koshashënuesi më i mirë i ndeshjes. Ky epitet i takoi Dustin Mitchell të Bashkimit, i cili shënoi 25 pikë. Gerti Shima dhe Sami Shaptaović janë dalluar gjithashtu në këtë takim, përdërisa Zoran Pehar që po kontestohet nga peanët në lidhje me kualitetet e tij. Ndeshjen e përfundoi me 10 pikë të realizuara. Në ekipin Prizrenas të vetmit që shënuan pikë dyshifrore ishin amerikanët Mitchell dhe Brooks, të cilët ndeshjen e përfunduan me 25, respektivisht 20 pikë. Në gjiron e 5 të BKT Superligës, PEA udhëton në Gjakov për të përballur me vllaznimin, kurse skuadra Bashkimit në Prizren e pret Sigal.